mirdita. Sot më bëj një byrek vetëm me djath. Dhe si fillim duhet brumi përpara, dhe prandaj po filloj me brumin. I hedh pak krip. Kem miell aty brenda, a? Miell. Vetëm miell. Tash po filloj, i hedh çik krip miellit. I hedh dilukos. I luguthull. Ja, thu edhe njerë pse hellim uthull? Urdhra? Përse hellim uthull? Uthullën e hedhim për të peta del me shkrifat. E bën shumë të shkrifët peta. I hedh një të verdhëse. Ojtën e kam këtu. Para syve kam dhe nuk e shoh. Uji është i vakët. Jo uji i ftofër, uji i vakët. Dhe shtoj pak e pak ujtin. E filloj me dorë. Shtoj pak vaj. Mo të pëllëm me dorës, pak vaj. Shtoj pak miell në bango dhe e punoj brumin. Nuk do punua shumë, s'ka nevoj. E ndaj në 8 pjesë. Pse në 8? 8 peta. 8 peta. 8 peta. Kjo është dhe kulaçi i fundit. I mbuloj me një pecet që mos tahet brumi dhe për 10 minuta do t'i fillojnë petat. Mbas 10 minutave po filloj me hapjen e petave. E mbulojmë gjithmonë brumin të mos tahet. Shtoj pak një sheshte. Bëj petën e parë, e lë kështu veç. Filloj me petën e dytë. E lë kështu si për njëra tjetrës. Të tretën.
Gjithmonë hedhëm një sheshtekit mos na njit peta. Ta shti marrë një nga një. Hedh pak një sheshte dhe petën e dytë. Dhe të tretën dhe të katrën. Dhe 4 peta bashk për t'i hapur sa më shpejt. Këto po i mba të bulluara që mos të thahen. Duhet t'jap sa shtepsia. Tepsirë si kam hedhur vaj, i hedh një qik shumë që mos na gjetin petat. Kështu marr petën e parë. Peta duhet këtë ka që hop. E hap dhe me dorë hapet, si lastik bëhet. Po t'jetë brumi mirë, bëhet peta si lastik. I shtoj vetëm, këtu kanë vaj edhe gjallë. E liej me pak vaj dhe gjallë, dhe gjithandeja. Marr petën e dytë. Edhe peta e dytë. Nuk i kthej anë, bëj pak thyeran të byrek. I shtoj pak gjalpë dhe vaj. Marr dhe petën e tretë. Edhe petën e tretë. I shtoj pak vaj. Në 3 peta shtoj djath. E bëj me 2 shtresa. Këtu va dhe petën e katërt.
E lëm me kaq, po hap 4 petat e tjera. Vura 3 të parat, hodha djathin, tash i do 2 të mesit. 2 në mes dhe i hedh prap djath. Marr petën e parë. Hapen dhe me dorë. Po i doni më të holla, mund të shoni me dorë poshtë peta byreku. Kështu që hedhe shtresën e dytë me djath. I hedh prap pak gjallë. Shtroj petën e dytë. Kaj të holla petat. Po të kesh tepsi më të madhe, i hap dhe me dorë kështu. Hapen shumë të mira. Tash i do 3 të tjera përsipër. Siç vura shtresën e parë poshtë me 3, tash i 3 vë dhe përsipër. Që hapet peta si lastik. Për dhe tepsi më të madhe. Shtroj dhe prap pak i ndyrë. Kjo është peta e fundit. Marr thikën dhe e pres. E presin më për arsye se kur i hin avulli brenda dhe piqet byreku më mirë. Këtu kam pak qumësht edhe 2 kokra vezë. Vezë të plota. Raf qik vezët. Prandaj e kam vënë dhe me ajër të ngrohtë sopën që mos të qëndrojë në furrë të zbutet peta shumë. Ja hedh me lugë çoj qumshin gjithandeja. I hedhe pak e ndyrë përsipër nga kjo që kisha, që në fillim. Gjallë dhe vaj ulliri. Furrin e ka, tepsin tash do të vëm poshtë, të jetë afër pjesës e poshtme. Që të piqet pjesa poshtë, është problemi se nga lart piqet. Prandaj do të vë shtresën e byrekut të jetë të zgara e dytë e sopës, nga poshtë. Është si byreku me qumësh, po është me byrek me petat njoma, nuk është me petat thata, prandaj e vë sopën me ajër të ngrohtë, që filloj për një herë petat të marri forcë të piqet. Për një orë, besoj se do jetë gati. Mas një ore nxjerr byrekun nga furri, është shpjekur plotësisht
dhe po e nxjerr. Mbyll sobën. E bëj gjithmonë, prandaj ja di orarin, në rregull se e di që e do një orë. Ky është byreku, me djathë dhe lish kërkyer me 8 pet, 3 lart, 2 në mes dhe 3 sipër. Shife petat si shkoqen, dalin jashtëzakonisht mira. Del një byrek i mrekullueshëm. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë të mbarë.